Gruaja dashuron me zemër. Burri dashuron me mendje. Dashuron. Gruaja dashurohet me ndëgjim, burri dashurohet me shikim. Ke parasysh. Dhe burri kur dashurohet shumë dhe nuk mund të arrit atë dashuri, mund të muçmend, sikur që ka qenë Kajsi dhe Leila. O shmend pe dashurisë të Leilës. Dhe tu kalu rrugës një herë, i shef disa njerëz tu e falnin namaz. Mi thonë ta o Kajsi e bëhet i shmendur, ka ik mendja, as po na shef. Thotë ju valla si pash. Se me diku tjetër. Thotë ta peshe që ai tu bë. Thotë valla dhe ju të shikon të shmendur ndaj Zotit, ju s'm kishi pa mua. Qysh është si pash juve? Dhe mashkulli mundet më çmend. Po çfarë është interesant? Xhelozia e femrës apo e mashkullit? Çdo më rrezikshme. Xhelozia e mashkullit. Kur xhelozon mashkullin ose dikon tjetër, shkon deri te vrasja. Kur xhelozon gruaja, mund me çu veç deri në burg ose femra ose dikon tjetër ju. Pse? E marrëm shembullin e Jusufit. Vllaznia e Jusufit alayhis salam e gjytën në bunar, në pus, për me myt. Ndërsa Zulejha që e doj ke shumë Zulejhaja, e futet deri në burg. Është një citat shumë i bukur ato thotë kur Zulejha kishte qef me ndëgju zanën e Jusufit, aq fort që e ka dashur, e ka dashuru. Me ashk. Po i thot atij ai që ka rref, ai drejtori i burgut, thot shko dhe rreh Jusufin. Veç nga një zonin. Edhe kë i ka thënë. Pa çfarë dashni. I ka thënë Jusufit, o Jusuf, ka marrë thot me të sulmu me të rre, me të sulmu me dru, me këtë far kamxhikun. Mirë po vallahi s'kam arsye, unë thot pim shoj tokës ti bërtit. Kur shku te Zulejhaja ka thënë vallahi se ke rre, se zemra s'm ka dhimt. E kuptove? Okej. E kush janë ma besnik? Kush janë ma besnik? Unë mendoj gruaja, femna, prej tabiatit vetë që Zoti ka kriju, mundet me rrejt, me gënjy. Po më dhem kryt e shkrit e baba, më ka thirë nana, më ka thirë një shu, mund me rrejt, mundet. Nuk thash që e rran, as jo rran, mundet. Vish një herë nuk rran femna kur. Nëse thot të du, të dën. Kur mos e do dikon tjetër. Nëse thot të du, të dashuroj, kur nuk e do dikon tjetër. Mos edhe të rran, thot të du dhe do dikon tjetër. Po është shumë e vërtet. Ama femna nuk të rran kur. Dhe është interesant të dashuria. E ke pa njerëzit që ma besnike janë. Veç e ke pa do njerëz, nëse ke vrej, do njerëz që janë shumë të dashurum, shumë të lidh. Edhe që përfundimi i tyre është shumë i lartë, edhe është i ndarjes. Arsyeja, nëse ti e merr qyta dhe e afron, dikush s'u shef, apo me pas kujdes edhe dashuri. Do të më di që Zoti ka krijuar edhe atë edhe ty. Dhe dashuria më e madhe me qenë Zotin. Sepse ai ka krijuar edhe atë. Dhe do me qenë edhe dashuri, edhe lumturi, edhe respekt, edhe afërsi, edhe përdhelje. Është një fenomen shumë interesant, të them këtë edhe ndoshta po e përfundoj këtë pikë. Po me dashurinë po e mbyllim. Ç'është është interesant, nëse një grus, një vajzës, nuk i kushton vëmendje, një muaj ditë komplet. Të garantoj që ajo ku muftofe ku më largu prej ty. Gruaja don vëmendje, gruaja don respekt, gruaja don fjalë, gruaja don afërsi, sepse dashurohet me ndëgjim, e ti edhe me shikim.